Një super performancë. Ua, nuk di. Po dhe pati përjetimin e skenave, si çfarë do të thotë. Të jesh në skenë, ta pushtosh skenën dhe ta realizosh ëndrrën që e ke pas motim. Kujtohet, e ke tregu edhe në rrëfim që ti bëj edhe spektakël derisa i rujshe lopt. Është fakt, Dini, fakt, se di. Wow. Oh, ju dua. Wow. A është kjo po? Seriozisht nuk di qa me thonë, nuk kam fjallë, është një eksperiencë e papërshkrueshme. This is crazy për mu, s'kom përjetu diçka t'tillë. Për një mes, s'di. Wow. A ishte kjo performanca e parë masive e jotja? Me miliona e duke na pa këto momente. Po, mas Malisheves. Se një e kum pas Malisheve për herë të parë, që kjo ke eksperienca jam. Wow. Çfarë ndjeve kur performove? A je gati tani kur të dalësh nga shtëpia, pikrisht të shkëlqesh dhe të pushtosh skenën? Po, sidomos skenën e muzikës shqiptare. 100%, pa as edhe një dyshim, kështu që mendzi jom të prit. Jom shumë i gatshëm edhe shumë falimderues për mundësinë, suportin që ma keni jep deri sot. Ju dua pa fund që më keni pru deri sot. Jeni ma të mirë, Buki, I love you guys, ju dua.